Ju ishit regjistruar të dy në Francë? Jo, ishim me kartë, ishim me kartë. Me karta që dini. Ishim me kartë. Ishim me kartë 10 vjeçare. 10 vjeçare? Po. Po mirë vlla, ja bëje smetin gruas ti? Si? Ja bëje smetin gruas, i bëje në një pjatë gjella, në njëherë kafen të koka, ja çoje kafen të koka ti? Në punë shkoja në punë. Shkoje në punë? Po. Asnjëherë si ja çoje kafen të koka? Kur kisha mundësi, ja bëja gjatë, kur bëna mundësi. Kur kisha mundësi? Është nga herë tash edhe bëna mundësi, po edhe ku më thosë dhe një që stradare e bënja. Kur të thoshes bëma ja bëje? Po. Po kur s'ndije ajo shketa si bëje gjë ti? Po kur s'kisha gjë për të bërë, kush nuk... Jo, mirë, kur s'kisha gjë për çfarë do bëje ti? S'kisha bëje. Po kështu me punë të shtëpisë ndihmoje? Po. Po ajo punonte? Jo, ishte pa punë. Ishte pa punë. Kështu që s'kishte nevojë, do të thonë që të bëje ndonjë punë shtëpie ti. Jo. Vetëm unë shkoja në punë. Vetëm ti shkoje në punë. Po në darkë flinit bashk? Po. Po kalamajt me ju në një dhomë apo më njanë? Jo, më njanë. Po kështu, do me thënë, deri ditën që iku, kishit kokolepsje, kështu përplasje, dalgët, 7 ballë deti? Kone fundit po, para se kështë motën e saj, në muarë, motra e saj. Si? Motra e saj, kone fundit, para se t'ikte, merë patën pak konflikte. Patët pak konflikte kote fundit. Po. Ishte motra e saj të shtëpia jonë. Erdi motra futit urinte dhe plasën konfliktet. Ca merë vetë motra, ca merë e mundë edhe prindin nga Andrea, në Shqipëri. Po motra që erdi aty, si ka mundësi që erdi motra? Si ka mundësi, si shkut që merë njëri që vinë të të në fasën dhe të bazët diku. Të njëri i afert dhe një motra ose konflikte, dhe në ta më të tjetë. Se këto ishin konflikte, do me thënë, basi erdi motra e saj aty, filluan konflikte dhe ju patët këto përplasje dalgësh, Grinqi. Po para se të kishe këto konflikte, që erdi dhe motra, kokolepseshe me gruan ti, do me thënë, jo ti, jo unë, jo... Vetëm me fjallë. Vetëm me fjallë, jo me... Jo që ti beja keq për ta goditur, më të nuk kam fare në atë unë, në ta godasë të tjitën. Vetëm me fjallë. Bised. Diskutim. Jo kuptoj për diskutime. Po kështu, bënit ju vlla, do me thënë, ishit afër me njëri tjetrin, e puthje tjetër, e puthje? Kur s'kishim konfliktin edhe që s'është gjendje mere e puthje. Kur ishe në gjendje? Jo, kur nuk ishim gjaja këto në qashuja. Kur s'kishim këto në që ishim rap, ishim në arenën të mira. Kur ishe në marrëdhënie të mira, e puthje? Po. Po të burgosurin, e ke futur në njerë të burgu? Jo. Të dënuarin, e fute në njerë në burg apo hiq? Fare? Kur dëshiron të ajo. E po shqyqyro se më plasë, në nëzore në... Kur dëshiron të ajo. O po shqyqyr. Që se deshe ajo, me zonë nuk më ta shqyr. Me zonë nuk beta gjë. Po, normal, po mirë, këto marrëdhënie do me thënë që ishin të rralla, ishin të dëndura, sepse këtu ka të thot shumë kjo pjesë, deri ditën që ka ardhur motra. Nëse kanë qenë të rralla, problemi ka qenë i vjetër juaj.
Jo, me këto probleme, probleme mu hapën me kur ura internetin në shtëpi. Kur vure interneti në shtëpi filluan problemet. Ma që fliste me familjen e saj ande, unë shkoj në punë, në gjesë. Gjatë gjithë vitë, në qarë bënë të e. Qarë fliste, qarë nuk fliste për me familjen e saj. Do me thënë, që kur vure të interneti në shtëpi, ajo filloi të fliste me familjen e saj dhe çfarë nuk thoshte? Nuk e di qarë fliste. Nuk e gjesa, unë isha në punë e pasaj erri motra e saj këtuja, atje pasaj ju hapë në shumë atëm problemet. Të kuptoj vlla, më vjen keq. Tani ti do të nuse? Tash unë po bëj koq, po kërkoj po s'po gjithot. Po, hape pa kamerën që të shikojnë dhe gocat. Edhe sigur të kanë ardhur dhe 8 kërkesa tek në adresën tënde privat, dhe kështu që mund të lidhesh në privat, sepse vajzat nuk vinë këtu, se vjen turp, i kam të turpshme. Tash çdo njeri ka punë atë në karakterin e tij. Po, Blerim, hape pa kamerën. Ja, pa, prit. Jo, nuk e ke hapur akoma. Në të vina me të, të shkoj vetëm. Do të dërgoj një kërkesë, shikoje, hape. Të shkoj vetëm. Shtyp kamerën, telekamerën. Kamerën atë pa shtyp më shumë. Ku e shtyp? S'ka fullor sa më të. Po, e hape. Super. Të paktën këtu kështu ka lezet. Po, çfarë punë bën ti, Blerim? Unë tash jam pa punë tash. Për momentin. Je pa punë? Po. Po, me çfarë ushqesh? O të qanë këto të zakonshme të dyqanit. Edhe këto në shpiga të qanë këto fasule, makarona, me Po ku i gjën për të ushqyer o vlla, këtë doja të thoshe? Në magazin, me të i ble. Ku? Magazinët. Në magazin? Do me thënë i blen me lek apo t'jep shteti francez falas? Me lek. Po me çfarë? Vete i punë edhe në, po ben koqës, po vete në qenë më në limon. E që kam pasë të në shurë. Ja dhe fita të shojt në qendra. Në të pagoj vetëm €1, thonë në autobusin që kam bërata të japin. Të simet ditore. Po. Do të lutesh, a bëni pak like, 30 këtë gjithë bashkë, zhbllokojt pak live-in se nuk e di ka rënë të një sonde. Faleminderit të gjithëve, 30 këtë. Dhe jeton vetëm ti Blerim? Vetëm. Po shpinë e paguan? Po. Në një pjesë e pagoj vetë, kështë një pjesë e ashtu shteti. Sa i gjatë je ti Blerim? Unë jam gati 1,70 atje. Pak 1,67, 1,68. 1,68? Po. Po sa kile je? Rreth 60. 60, shumë mirë. Atëre kërkojmë një vajzë, do me thënë, 1,60, një grua. Mund të ketë edhe ajo fëmijë, merr dhe fëmijët apo vetëm gruan? Tash varet çfarë kondicione kërkon? Ajo kërkon për shembull të vijë të flër me ty në krevat, të bëj dashuri. Ti je i gatshëm për këtë? Pse jo? Nëse ajo dëshiron, do t'ja plotësoj kushtet. Bravo. Edhe masi ka dhe në një fëmijë, ka qenë ndarë nga burri, 1 ose 2. E merr apo se merr, apo e do beqare? E do pa fëmijë. Shumë të një, pasaj më shumë nuk e shudet. Një, edhe pa fëmijë po të jetë në akoma mirë.
Do me thënë një fëmijë edhe mund ta përballoni. Po. Edhe pa fëmijë, po të një pa fëmijë, akoma mirë. Të mbet edhe mirë mua, pak të kështu janë. Na shpjegoj unë se kur një qift merë bashkë dhe merë e bejnë fëmijën bashkë, atëherë ne jam punë gjatë, akoma më të punë. Po pse ti mendon që të bësh prapë fëmijë me gruan e dytë, ndërkohë që ti ke 2 fëmijë, mund të ketë dhe ajo 2 dhe jeni në rregull. Do se kërkon pasaj atë tim vajtë në qarë karakteri ka pasaj femra. Do se nuk ka fëmijë dhe pasaj kërkon vetëm një fëmijë, atje mund të lidhin e mund të lidhen edhe konfliktet. Aha. Në tem nga ky problem, mund të ashtu. Do se nuk ka fëmijë, po flas. Do se ajo kërkon një, Faqe jam edhe Me komentet, ju lutem. Kujdesni me komentet. Kujdesni me komentet se do të bëj blok të gjithëve. Vërtet bëjmë shaka, humor, po të qëndrojmë brenda normave. Kujdesni me komentet. Blerim, po kështu xheloz, je xheloz? jo. Fare? Një përqindje shumë të vogël. Shumë të vogël. Po, e zëm se unë jam gruaja, jo. Të jem, jo se të punë që të gjenë atë gjene punë që të ashtu e. Tonë, shumë pak. Një se dhe e shumë të 2% të zë. E shumë të 2%. 2% e shumë ta. Do me thënë, 2% je xheloz. E në qoftë të se mjarë, ta them unë, kërë marë unë gruan në telefon edhe nuk përgjigjet, e pasaj mund të tipin ato me dinë me ku do jetë, me këtë dashurje. Çfarë bën, çfarë bën. Blerim, nëse do unë do ishe gruaja jote, a do ishe xheloz? Jo. As atë 2%? E shivajt si mund të nodhen në legjatë, po në bas të momentit. Po, të kuptoj. Okej, Blerim, të kanë ardhur 26 kërkesa. Shikoj pak privatin tënd, ndoshta të ka shkruar në një gocë. Unë të përshëndes dhe nëse s'të ka shkruar të pres prap nesër, okej? Në rregull. Në rregull, Blerim, të uroj gjitha të mirat ndërkohë sepse kam dikë tjetër për të folur. Në rregull vazhdo. Mirupafshim. Mirupafshim.